Hajde da hidhe atë sprajti. Atë sprajti që këni bjeni shrej. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Mirë, ndërkohë që ndjekim situatat dhe përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodh përpara parlamentit, shkoj tek një lidhje tjetër me Ergys Gjençajn. Po, Ergys, çfarë informacion është më jep? Nisi ta përshëndetje, sapo kam mbritur në parlament edhe ministri i brendshëm Lamellari, ndërkohë që e gjithë perimetri i parlamentit është rrethuar nga forcat e shumta të policisë, ka pasur edhe përplasje në pjesën e protestës, pra aty ku ndodhen protestuesit, ka pasur paktën nga informacionet paraprake që kemi, ka pasur të plagosur nga protestuesit, por unë kam arritur të shoh edhe një punonjës të policisë i cili është futur në anën e Akademisë së Shkencave për të marrë një mjekim pasi si duket ai ishte plagosur në konfrontimin me protestuesit. Situata mbetet e tensionuar në këto momente. Si jashtë oborit të parlamentit ku ndodhet protesta, por tensioni reflektohet edhe këtu në oborën e parlamentit, pa çka se këtu situata të themi është e qetë në duke, por sikur kam thënë, tensioni ndihet në ajër. Parlamenti i cili ishte njoftuar zyrtarisht që do të fillonte seanca, do të fillonte në orën 10, ende nuk ka nisur, ndërkohë që kemi një njoftim zyrtar se Partia Demokratike nuk do të jetë pjesë e kësaj seance parlamentare. Ka pasur një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të mbajtur një qendrim në raport me zhvillimet e mëngjesit të sotëm, por edhe zhvillimet politike. Partia Demokratike marrë në konsiderat faktin se majoranca ka refuzuar të shtrojë për shqyrtim nismat e saj ligjore për sa i përket abrogimit të ligjit për investime strategjike, përparashtu edhe ligjeve që kanë në fokus mjedisin, mbrojtjen e mjedisit, ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e kësaj seance plenare, ndërkohë që deputetët e Partisë Socialiste janë tashmë në Kuvendin e Shqipërisë. Nuk kemi një informacion se çfarë po ndodh brenda mureve të parlamentit pasi. Po, por Ergys, do doja të të pyesja, të lutem, nuk e di nëse më dëgjon, sepse Rama nuk është i pranishëm ditën e sotme në seancë. Po Berisha, ndërkohë fokusojmë pak edhe tek pjesa e deputetëve, deputet Partisë Socialiste i PAM, po të Partisë Demokratike dhe ata që dolën nga seanca, kanë ikur fare apo ka një qasje afër protestuesve? Shohim të fokusuar edhe ambulancën që është afër, ndoshta shkojnë të tjerë persona që janë ndjerë keq nga spraji lotësielës. Po Ergys. Nisida nuk ka asnjë deputet opozitar nga Partia Demokratike në parlamentin e Shqipërisë brenda sallës së parlamentit të Shqipërisë. Rreth 20-25 minuta më parë deputetët demokratë që kishin mbritur në parlament u larguan nga godina për të marrë pjesë në mbledhjen urgjente të grupit parlamentar të thjerur në selinë e Partisë Demokratike, ku pas kësaj mbledhje u deklarua dhe mos pjesëmarrja në mbledhjen e sotme, në seancën e sotme parlamentare, ndërkohë që deputetët e Partisë Socialiste janë në seancë, sikundër edhe ti nuk është pjesë e kësaj seance kryeministri Edi Rama, dhe presim të shohim se çfarë do të ndodh para fatin e kësaj seance parlamentare, nëse do të vijojë, kur do të fillojë dhe nëse do të fillojë kjo seancë parlamentare, pasi është e domosdoshme që në nisjet e seancës parlamentare të jenë minimumi 71 deputet, pra sipas rregullores së Kuvendit të jetë quorumi minimal i pjesëmarrjes së deputetëve për të nisur zyrtarisht seanca plenare. Ergys, do më duhet të lutem vetëm qëndroj një moment, do më duhet
të bëj një sqarim apo një informacion të fundit që vjen nga grupi parlamentari Partisë Demokratike. Grupi parlamentari Partisë Demokratike dënon me forcë sjelljen e maggjorancës në Kuvendin e Shqipërisë, e cila vijon të pengojë opozitën në ushtrimin e funksioneve të saj kushtetuese dhe përmbushjen e detyrimit për të përfaqësuar interesin e qytetarëve. Të martën, duke përdorur forcën e kartonave, maggjoranca refuzoi kërkesën për llogaridhënie nga kryeministri dhe zhvillimin e një debati parlamentar mbi kërkesat legjitime të qytetarëve, të cilët protestojnë për më shumë se një muaj, si edhe mbi konstatimet dhe rekomandimet e rezolutës Parlamentit Evropian të miratuar pak ditë më parë. Në vijim të kësaj qasje bllokuese, dje në mbledhjen e konferencës kryetarëve, maggjoranca miratoi kalendarin e punimeve të Kuvendit deri në përfundim të këtij sesioni parlamentar, pa përcaktuar datën e shqyrtimit të 4 projektligjeve të depozituara prej rreth një muaj nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për projektligjin për shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, projektligjin për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, projektligjin për shfuqizimin e paketës së maleve, projektligjin për shfuqizimin e disa dispozitave të ligjit për trashëgimin kulturore, pra 4 projektligje. Këto iniciativa ligjore përputhen drejt për drejt me kërkesat e qytetarëve që protestojnë dhe me shqetësimet e ngritura në rezolutën e Parlamentit Evropian. Për këtë arsye, ato duhet të ishin përfshirë në rendin e ditës së seancës sotme, pasi trajtojnë çështje me interes të lartë publik. Përsa ko maggjoranca refuzon të përfshi këtë projektligje në rendin e ditës ose të përcaktoj shqyrtimin e tyre brenda këtij sesioni parlamentar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka vendosur të mos marrë pjesë në punimet e Kuvendit në seancën e sotme dhe kërkoi me forcë përfshirje në procedurë parlamentare të 4 projektligjeve për diskutim dhe miratim në Kuvend. Nga ana tjetër, konstatojmë se godina e parlamentit është rrethuar me qindra punonjës policie për të penguar qytetarët të protestojnë. Nëse parlamenti zhvillon punimet në rrethimin e policisë së shtetit vetëm me qëllim të shuarjes së zërit të qytetarëve, atëherë ai humbet misionin e tij të përfaqësimit të qytetarëve. Në kushtet kur maggjoranca vijon të refuzojë shqyrtimin e nismave ligjore të opozitës dhe kryeministrit së bashku me qeverinë shpang sistematikisht llogaridhonien për çështjet që preken drejt për drejt interesin publik, prania jo në seancën plenare sot nuk do të shërbente mbrojtjes interesave të qytetarëve, por vetëm do të legjitimonte një proces parlamentar që po zhvillohet në kundërshtim me parimet e demokracisë parlamentare, është ky reagimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përqendrohemi pak tani se çfarë po ndodh. Shohim pak dhe nuk e di nëse kam Ergysin apo më pas Osmanin në lidhje drejt për të na thënë se çfarë po ndodh tani, çfarë informacionesh ka, çfarë po thuhet. Protesta parlamentit është mëse dhe legjitime, duke patur parasysh që ditën e parë këtyre protestuesve ka qenë parlamenti i krimit. Rama Burg, Berisha Burg, ata përfaqësues normalisht që përfaqësojnë sot qeverinë shqiptare edhe opozitën normalisht nuk duhet të jenë aty ku janë. Nisi shumë pajësisht nga protestuesit, policia filloi me spray në fytyrë, ka ardhur ambulanca, u rëndua situata shumë edhe dhunë shumë e madhe. Dhe po ta shohësh më shumë ka policë në fakt se sa ka vetë protestues. Keni qenë vazhdimisht në protesta të tilla që tash nuk bëhemi dita e 33. Vazhdimisht çdo ditë protestë. Normalisht duhet ta vazhdojmë normalisht të qeveritë po rrugtuar, që po i varfëron çdo ditë shqiptarët. Faleminderit. Mirë, tentoj të lidhem me Osman Stafën. Osman, nëse më dëgjon, ku po shkojnë protestuesit që shohim që po lëvizin, po largohen? Protestuesit janë duke shkuar drejt hyrjes kryesore të Kuvendit. Okej. Pra këtu janë duke u afruar tashmë, kështu është bërë thirrja që të mbajnë të bllokuar